Shqiptarët i drejtohen këtë të diel kutive të votimit për të zgjedhur qeverisjen e 4 viteve të ardhshme dhe fushata e partive politike po shkon drejt fundit. Socialistët e nisën nga sheshi Skënderbej në një atmosferë festive fushatën e tyre elektorale. Për të vijuar më pas me takime në çdo qytet, ku kryefjale e kryeministrit Rama ishte kundërshtari i tij politik Sali Berisha, të cilit nuk ja përmendi asnjëherë emrin, por e etiketoi si bufi i kënetës. Njeriu i ka syt top, edhe kur nuk do me pa është më i verbër se sa dikush që nuk i ka syt nga natyra ose nga Zoti, sepse ai përpiqet me pa dhe shef shumë më tepër nga herë dhe se sa ne që i kemi syt në vend, kurse kush i ka syt s'do me pa, ai është qorr absolut, mos u merr me të. Kush është me veshët top, edhe këngën e bufit e nigjon në çdo notë, kurse nuk do të dëgjoj faktet, harroje, ai është më shurdh se çdo lloj shurdhi. Integrimi është pika kryesore dhe ndoshta e vetmja që socialistët kanë dashur ta identifikojnë këtë fushat, me premtimin se procesi i negociatave do të mbyllet brenda vitit 2027 dhe në vitin 2030 Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian. Baba Demokrat ka i mundësi një vot ta investoj që këtë pasaport t'ja japi fëmijës vet dhe një bab që i jep fëmijës vet këtë pasaport i ka dhënë fëmijës atë që baballarët e baballarëve tanë, gjyshrit, stërgjyrit nuk na e dhanë dot. Sa arriti të përçojë mazhoranca mesazhin e saj tek votuesit? A do të arrijnë socialistët të marrin mandatin e tyre të katërt me armën e fortë, integrimin në Bashkimin Evropian, duke cilësuar si një premtim që mund të realizohet vetëm nga Partia Socialiste? Kjo pasaport është pasaporta që ja u them atyre emigrantëve që më shkruajnë mua në Europë jemi. Shifni ju me pleq që keni ngel atje. Edhe ndërkohë më thonë mu shifni ju me pleq që keni atje, edhe duan me votu plakun më të rrjedhur të Shqipërisë. Mirëmbrëma në Top Story, që Edi Rama ka arritur që me verbin e vet nga një publicist dikur ta kthej në një publicistik me metafora të thjeshtëzuara, madje të kthej një lloj le të themi predikimi se si duhet kuptuar jeta, se si duhet shohin syt, se si çfarë do të thot literalisht të jesh qorr ose jo, se çfarë do të thot kënet, buf, bullizim ose jo politik do të quhet ky në përfundim të këtyre zgjedhjeve. Kjo do të mbetet gjatë në diskutimet e strategjisëve të fushatave politike, por një gjë është e sigurt, gjatë në politikë është Edi Rama duke ndërtuar metafora të cilat i kanë quajtur edhe populiste. Një gjë ne nuk e arritëm dot përgjatë edhe në Top Story, që sa po nisi fushata zgjedhore, të bindnim palët, sidomos Partinë Socialiste, të merrte pjesë në një debat me kundërshtarin. Në fakt, kundërshtari nuk arriti dot as ta detyronte Partinë Socialiste të shfaqej në debat. Për këtë arsye, jemi në kushtet që jemi, të pakomentueshme për të vijuar debatin dhe për të stimuluar momente të cilat na detyrojnë të jemi të tillë përballë një publiku i cili kërkon përgjigje që do të vinin si pasojë një përplasjesh mes palësh. E për këtë arsye kam kënaqësinë të kem 3 përfaqësues nga majoranca sonte, e nis me Elisa Spiropalin. Sot nuk po them kryetare e kuvendit që normalisht është edhe statusi që gëzon edhe posti që ti mban, sepse do të drejtohem si Elisa Spiropali, Partia Socialiste, Delina Brahimaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe sërish në Top Story, e Viskushi, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Top Story. Kam kënaqësi që kam 3 zonja, një nga diskutimet e mëdha që është bërë gjatë kësaj kohe, Elis, ti e di, nuk do të kishte kaluar dot pa u bërë si debat sa i përket diskutimeve të burrave që ryk, grave që qeshin, por do ta ndajmë bashkë këtë gjën pa diskutim. Mirëmbrëma Arion Sulo, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Siona Konomi, mirë se erdhe. Merita Haklaj, kënaqësi që të kam Top Story sërish. Elis, ke bërë betejë politike të mëdha, pa diskutim. Edhe jemi në javën e fundit fushatës, e diela janë zgjedhjet.
unë kam pasur gjithmonë mirënjohje për ata individ që i pëlqen gjysma e popullatës apo treçereku apo çereku, betejat e veta politike i bëjnë deri në fund. Nuk kam arritur të kuptoj asnjëherë se pse e ke mbajtur mbi supe kryqin e Mamicës dhe Skënderbeut. Pse duhet të shkohet i ti, Elisa Spiropali, që ke luftuar në forumin rinor të Partisë Socialiste, je vetë vendosur aty, jo si vetë vendosja, je vetë vendosur aty, dhe në vimësi ke marrë më pak poste se të ngjashmit në kohë në kontribute se sa të tjerë, dhe vion dhe mban dhe këtë, le të themi, partitizëm, militantizëm, bashkim me kryetarin, sikur t'ja kishe nevojën shumë, që gjykuar nga jashtë nuk ja kishe aq shumë në raport me disa të tjerë. Po të ta kujtoj pak të momentin? Ja ku e keni Mamicën këtu, që është kthyer si hapse dyërsht pa hapura prej vitesh, nga Kamza në Shkodër, me fitore, kuptohet, dhe tani në Kavaj, ku unë për veten time me zi presta shikoj qa do dali në 11 maj. Kjo lidhje, kjo dashuri që kanë gratë për vendin e tyre, ky kontribut që i japin çdo ditë, kjo lidhje që kanë për të mirën e fëmijëve tyre, se gratë më shumti nuk votojnë partinë, po votojnë Shqipërinë, votojnë fëmijën, votojnë të ardhmen e tyre, unë besoj që dhe në këto zgjedhje do jetë çelësi ynë i suksesit për ta çuar Shqipërinë aty ku e meriton. Në familjen tonë natyrale, në familjen europiane me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Mirë, Rama pas ka kuriozitet çfarë do dali nga Kavaja, me një fjalë. Unë kam kuriozitet çfarë do dali pas 11 majit për ty. Pas gjithë kësaj sakrifice. Unë nuk kam kuriozitet as fare, madje nuk e ndjej as si sakrificë këtë Grida, nuk më rëndon as si kryq, siç e thatë ju, edhe pse në fakt është një kryq që ma kanë vënë të tjerë, por as më ka rënduar, as madje le të themi që herës më ka argëtuar kjo, duke edhe më shpallur si pagzuesen e rilindjes socialiste, me termat mbi rilindjen edhe Skënderbeun e Mamicën, edhe pse Mamica nuk është një term që e përdor unë. Motra e Skënderbeut nder i madh, por nuk e di a e meritoj, nuk e di a jam luftëtare aq e paepur sa ta meritoj atë term, ajo që ndodhi kur ti the sepse ky burri këtu si Skënderbeu, si ndodhi ky atashimi? Në fakt nuk më vjen ta shpjegoj, sepse pastaj do zhbëja të gjithë mitin që është krijuar, dua që ta lejoj mitin të jetoj. Ne në fakt ishim në sheshin Skënderbe dhe kishim pas atë mbikal, të cilit unë po i referohesha, dhe pastaj gjithë të tjerët dhe opozita zgjodhi ta bënte Edi Ramën Skënderbe dhe bravo ju qoftë se ja kanë mbritur. Që Edi Rama na ka futur në një kulturë memesh tani, edhe ti the sapo the një gjë që do bëhet meme, se the atë mbikal. Po. Kush është atë? Ishim në sheshin Skënderbej dhe aty është një monument, Grida, që është Skënderbeu mbikal, pra. Sigurisht, dhe ne po i referoheshim atij. Opozita zgjodhi që ta barazonte në këtë rast Edi Ramën me Skënderbeun dhe ja kanë dalë me shumë sukses. Sepse do sigurohen që 25 vitet mos kenë fitore me sa duken. Kjo është beteja jonë e 10. Që ta kanë atribuar... Beteja jonë e 10 që besoj do jetë beteja e fitores tjetër. Okej. Nëse kjo është një metaforë që ta kanë atribuar ti me seriozitet të dur, thej që Mamica është figurë e madhe, nuk e di e ma lejon. Po, a më lejon mua kjo metaforë që ta kanë atribuar të pyes që ti ndjehesh në fakt gruaja më afër Edi Ramës politikisht? E dyta? Në Partinë Socialiste? Unë nuk di të përcaktoj gjeografit e secilit, sepse nuk besoj që pozicioni në krah ngjitur domosdoshmërisht do të thotë që je afërt me dikë, apo ke ngjashmëri karakteriale, apo të talentit, apo të suksesit, apo të integritetit, apo të tjera. Kështu që nuk do doja as për veten, as për të tjerë që mund të gjenden
afër të bëj përcaktime të tilla, nuk është kjo ajo që i përcakton njerëzit, madje nuk është as karrikja ku ulet, nuk është as pozicioni që kanë. Është qasja që kanë ndaj pozitës, qasja që kanë ndaj detyrës, qasja që kanë ndaj pushtetit që i bën ata të afërt apo jo me një njeri, si rastin e Edi Ramës, që unë e konsideroj me integritet dhe me vizion shumë të lartë. Kjo është ajo që unë mund të them për veten apo për të tjerët. Ne jemi të përkohshëm në detyrat që kemi. Ajo pozicioni që jemi apo karrikja ku ulemi nuk na përket. Dhe sa më shumë nga ne ta kuptojnë që ajo karrike nuk na përket, aq më mirë do jetë për politikën, aq më mirë është për shërbimin publik, aq më mirë është për qytetarët. Të mungon debati me kundërshtarin? E ke kryer përgjatë karrierës sënde politike mjaftueshëm? Më mungonte, por në fushat është... Jeni më komod. Po, ka rilindur ky debat, sepse jam në fushat, në detyrën e kryetares kuvendit kam zgjedhur që të bëj kryetaren e kuvendit dhe pa diskutim që do ta bëj sa herë që kam atë mundësi. Si fushat. Elisa Spiropali kur bënte seanca plenare dhe në veprimtari parlamentare. Tani nuk të çdon shansi për shkak strategjisë që keni zgjedhur apo Rama ka zgjedhur që të bëni debat me kundërshtarin. Të fshijon kjo fushat kështu? Një fushat pa debat me kundërshtarin. Kundërshtari ka zgjedhur që edhe në arenat ku duhet të ketë debat politik, nuk ka bërë debat politik. Momentet e konfliktit politik edhe në kuvend janë mbivendosur dhe kanë tejkaluar dhe debatit normal demokratik parlamentar apo përtej, ka qenë zgjedhje e kundërshtarit për ta radikalizuar edhe atmosferën dhe debatin publik. Po kur ju a kërkon ai? Dhe kundërshtari ju a kërkon. Si do me thënë, që kuptim ka një fushat realisht? Është si bashkimi Evropian. Jo çdo njeri apo çdo vend që troket në derë pranohet aty, Grida. Duhet ta meritosh duhet ta meritosh të trokasësh në atë derë dhe të hapet. Jeni duke premtuar sot një gjë që nuk e dini a do ta meritoni dot në 2027-ën për të na e dhënë në 2030-ën. Madje ti e the dhe vetë. Kur do mbaroj mandati juaj në 2029-ën. Dhe the shumë bukur, Partia Socialiste as e ka parë të arsyeshme pra, as është detyruar që të vijë në debat, sepse ne besojmë që llogaridhënien, debatin, transparencën, kontaktin me publikun e kemi shumë më të thellë dhe më të gjerë se që ka opozita. Pra ne nuk na mungon as ndjeshmëria, as informacioni, as llogaridhënia në publik. Ne atë e bëjmë fakt çdo ditë. Jemi një parti që jo vetëm ka organizim kapilar, po ka gati një organizim të përditshëm edhe kur nuk është në fushat elektorale. Pra ne pranë komuniteteve, pranë njerëzve në diskutime për çështje si komunitare, ashtu dhe çështjet politikave qendrore, bëjmë çdo herë. Sa herë shkojmë në riorganizime. Çdo herë dhe marr me mend ç'ndodh me takimet me njerëzit pas 12 viteve pushtet, e sa shumë guxim kanë ndonjëri kur e ka, do ishte heroike. Ma jepni pak atë momentin. Ja pra që nuk tutemi, Grida, dhe... Që tuteni ju, 12 vite pushtet, duhet tuteni ju, duhet tuten ata që kanë një forcë politike të vetme në pushtet, që i ka gjitha pushtetet e tjerë, po e vjojmë. Ka qenë një lapsus, një publikim për Partinë Socialiste në faqen e kuvendit? Çfarë ka qenë kjo? As fare, duhet këtë qenë një gabim ose... Nga majtë në djatë bashkë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, drejtën në qendër fletës së votimit, pësoj Edi Rama, kjo është sigurisht që ka qenë një gabim dhe nuk ka ndodhur që kuvendi i Shqipërisë të bëj fushat për një parti apo një tjetër dhe nuk i lejohet dhe s'duhet ta bëj. Okej. Ka qëndruar pak minuta, do me thonë. Ka qenë lapsus teknik. Unë as e kam parë të them të drejtën. As nuk e kam parë këtë, po di që është sqaruar në ky moment, po. Mirë, Delin. Mirë se erdhe sërish në Top Story, të komplimentoj që këto kohë e ke prirë në një farë mënyrë dhe debatin publik në për studio, por ke një sektor i cili është nga më të vështirët në një farë mënyrë, që të ka të bëjë me xhepat e njerëzve, dhe xhepat e njerëzve në përfundim janë egocentrik njerëzit kur vjen puna tek ekonomia e vet. Ke pasur një momentum jo pendese, po keqardhje që ke deklaruar në publik që 116, 136, se mbaj mund shifrën që ke thënë eksaktësisht, është mjaftueshëm për si të ardhura minimale.
Thënë drejtën, është vërtet që... Unë shikoja sot profilin tënd dhe në rrjete, ato kemi për të parë, se kaq ka Shqipëria studime sociale për të kuptuar dot kush ka bërë efekt. Kjo është një nga gjërat që është diskutuar dhe komentuar më shumë. Them të vërtetën, po kam një sektor i cili është thellësisht teknik, një sektor për të cilin unë jam krenare që mbuloj dhe ka plot gjëra brenda sektorit për të thënë që janë bërë mirë dhe për këtë arsye nuk jam vënë asnjëherë ngushtë apo me shpatullën mbas muri për të folur për ekonominë dhe çka kemi bërë ne për ekonominë. Rasti që po i referohesh ka qenë një rast i para besoj 2 ose 3 vitesh, në të cilin fjala që kam thënë është nxjerrë totalisht jashtë kontekstit. Pra, po flitej për varfërinë, po flitej për kufirin e varfërisë, po flitej për shifrat e Institutit të Statistikave. Fatmirësisht në detyrat që kam mbuluar, unë kam qenë dhe drejtoreshe e Institutit të Statistikave dhe statistikat e njoh mirë, dhe kjo është arsye pse gjithmonë ndonse tashmë mbuloj sektor tjetër apo kam mbuluar në të kaluar në sektor të tjerë, gjithmonë më bëjmë pyetje për statistika dhe unë i jam referuar një shifre e cila i përkiste pikërisht cili është kufiri për të konsideruar në risk për të qenë i varfër dhe jo. Dhe kjo jo sipas opinionit tim, por sipas statistikave zyrtare të Institutit të Statistikave. Aty pastaj kam qenë në një studio televizive, është prerë i gjithë konteksti dhe është marrë ajo shifër dhe është interpretuar sikur ishte një opinion i imi mbi sa para i duan një shqiptari për të jetuar apo për të qenë i varfër. Pra, që do të thotë që në këtë çast ti more një qëndrim tëndin mbi atë momentum, por sa i përket një qëndrimi institucional për financat, për minimumin jetik, për të ardhurat që duhet ketë një shqiptar që të jetojë, le të themi, jo në kufirin e mbijetesës, por që të mendojë si një qenie sociale, pra animal politik dhe jo animal social, pra një kafsh politike që ditë mendoj që se një nga gjërat që ju thot kundërshtari prej një dekade së paku është që po patjetër më i lini të varfër i blini nga varfëria dhe fitoni pushtetin, Në këtë kuptim, minimumi jetik është një gjë që nuk e bën as ata, pa diskutim, e po e premtojmë tani, ka një shifër të minimumit jetik që ju do të thonit po, ky shqiptar i cili merr 500.000 si individ pavarësisht se punon ose jo, i ofrohen këto shërbime në para, po flas në të vjetra, për shembull, nuk është ai shqiptari i cili varet nga intimidimi, presioni, nga 50.000 lekëshi i votës moment fundit. Kemi një shifër tillë që do të thotë, kjo qeveri e bëri këtë dhe këta njerëz po e zgjedhin dhe rizgjedhin të lirë. Unë besoj fort, jo besoj, po ne si Partia Socialiste kemi zgjedhur që të ndjekim një politikë tjetër. Pra jo politikën e minimumit jetik, po politikën e pagës minimale, politikën e pensionit minimal dhe kemi qenë konsistent në atë që kemi thënë. Pra, shumë vende zgjedhin që të kenë një politikë e minimumit jetik, përcaktojnë minimumin jetik dhe mbi atë pastaj ndërtojnë politikat e tyre. Shumë vende nuk kanë një pagë minimale, ndërsa ne kemi vendosur që të mbajmë politikën e pagës minimale dhe është një politikë të cilën ne e kemi rritur vit pas viti dhe kemi ndërhyrë në pagën minimale sa herë ka qenë e nevojshme me qëllim që ajo pagë të shkojë në një nivel të pranueshëm. A do donim ne që kjo është tjetër gjë, keni ndjekur modelin me pagë minimale dhe jo me minimum jetik. Ta kishim më të lartë, patjetër që po, por ama gjithmonë bëjmë një analizë ndërmjet çfarë kapaciteti ka biznesi mbi të gjitha të paguaj dhe çfarë patjetër i duhet një njeriu për të jetuar. Nga ana tjetër, në këtë fushat ne kemi dalë me një deklaratë edhe për një pension minimal. Gjithmonë kemi pasur pension minimal që kur kemi marrë detyrën, ne kemi rivendosur pensionin social, pra ne kemi vendosur që asnjë shqiptar mbi 70 vjeç të mos mbetet pa një të ardhur. Tani pa diskutim që ajo ardhur është e ulët, sepse numri pensionistëve është shumë i lartë dhe ne do donim që të bënim më shumë, por si fillim e kemi vendosur si standard, një standard që nuk ka qenë më përpara, ka pas me mira të moshuar mbi 70 vjeç që nuk kishin asnjë të ardhur, që bazoheshin vetëm te remitancat, ndërsa tani ne kemi vendosur që pensioni minimal do të jetë 200 euro. Dhe ndërkohë që pensionin mesatar e kemi do të jetë 200 euro kurse gjithmonë bëjmë këtë pyetje
ata që na shkruajnë kur? 200 euro? Kjo do t'jetë 200 euro gjatë mandatit të ardhshëm që ne do të kemi, ndërsa pensioni mesatar do të shkojë në 400 euro. Sot, pensioni mesatar urban është 300 euro, ndërsa kur ne kemi marrë detyrën ka qenë pak më shumë se 100 euro. Pra, ka pasur një diferencë të madhe në politikat që ne kemi bërë për pensione dhe politikat që ne kemi bërë. Ndërsa po, mund ta diskutojmë me thellë. Ky është sektori jot. Ndërsa unë mendoj fort që shqiptarët ne na votojnë sepse janë të bindur që ne atë që themi e bëjmë. Dhe në kontekstin e politikave ekonomike, ne kemi qenë të qëndrueshëm dhe kemi treguar që kemi ndërmarrë politika të cilat kanë dhënë rezultate të prekshme. Vetëm gjë që do ta bëj si koment është ky krahasimi në 2025-ën me 2013-ën, me 12 vite përpara, si e morëm dhe si e lan, shkon korrekt politikisht mandatin e parë, ja dhe mandatin e dytë, po kërkosh mandatin e katërt dhe të krahasohesh me 4 mandate më përpara, pothuajse është megjithatë e bëjmë këtë diskutim. Neve mund të krahasohemi edhe me një mandat më përpara, se për shembull, ne e krahasojmë gjithmonë veten me veten në fakt, sepse pas pak, ne duam gjithmonë të jemi më mirë. Dhe në fakt, gjatë mandatit të kaluar, patjetër, por gjatë mandatit të kaluar ne premtuam rritjen e pagave, dhe rritja e pagave është diçka që ka ndodhur, jo vetëm në pagat e sektorit shtetëror, por edhe në pagat e sektorit privat. Pra, ne jemi të kujdesshëm, sigurisht që veten e krahasojmë me veten, por për të bërë për të pasur një diapazon më të gjerë të asaj që ne kemi bërë në këto 10 vite, sepse politikat ekonomike në fakt nuk janë politika që japin efektin e tyre për 1 apo për 2 vite, duhet i shohësh pak më gjerë që t'i analizosh. Ne i referohemi për periudhës kur morëm mandatin. Evis, ke ushtruar detyrën e ministres së arsimit, një portofol shumë i rëndësishëm, nëse thot Delina që politikat fiskale nuk e japin për 1 ose 2 vite, e japin mbi 3, në arsim e japin mbi 30 ndoshta, shumë, pra kërkojnë dekada për të kuptuar kush ka qenë e duhura gjë për të bërë. Në këtë moment nuk do të pyes për arsimin, por për një gjë që po bëhet gjithmonë më virale në dëgjesa sa i përket qarkut të Elbasanit, ta dëgjojmë çfarë thot opozita për mënyrën se si do të votohet apo do të korret rezultati i Partisë Socialiste në Elbasan e do të marrë një qëndrim tëndin. Ta dëgjojmë. Pan, që ai s'ka adresuar asnjë nga rekomandimet themelore të OSBE-Odinit. Ata u informuan se Suel Çela ditë e natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një Mile, Sara Mile, dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Një mesazh për ju, që jeni jashtë dhe jeni cepave. Ju që i shkoni njerëzve në përshpia për të marrë votat. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri e kishin polici. Nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Unë nuk e prisja nga Tomori që të dilte nga natyra e vete zakont. Do t'ju ham të gjallë, thot opozita, ndërkohë që po ju akuzon që grupet kriminale janë atashuar me një kandidate veçanërisht. Evis, nëse do të shikojmë një rezultat të lartë, të një zonja apo zonjushe që unë kam pasur në studio, në fakt, aktive me adrenalin dhe ajo, mos t'i heqim as kujt atë që ja dim, nëse ajo do të dalë në një rezultat të lartë, më tepër se sa zonja tjera që janë më gjatë në Partinë Socialiste, do të vërtetohet edhe pa u vërtetuar kjo që thot Partia Demokratike? Së pari njerë edhe mua mbjen shumë keq për gjuhën e përdorur nga opozita, të cilën unë e interpretoj si alibi për humbjen, sepse po e shohin situata në Elbasan është shumë e qetë, ne po zhvillojmë një fushat shumë pozitive në komunikim me njerëzit, nuk kemi patur asnjë incident, madje edhe 1-2 incidente që kishin ndodhur që i atashuan menjëherë me Partinë Socialiste, në mënyrë të menjëhershme edhe policia, edhe të gjitha strukturat e vërtetuan që kanë qenë ngjarje të rastësishme, por shohim këtë padurimin e opozitës për të lidhur gjithçka
majorancën me Partinë Socialiste, por në fakt ju siguroj që ne po bëjmë një fushat shumë të qetë, shumë optimiste, shumë pozitive, dhe jam çuditur shumë kur edhe zoti Alizoti, për cilin kam respekt, vërtet, ka përdorur një gjuhë që nuk është normale dhe që nuk lidhet as pak me çfarë po ndodh. Në lidhje me pyetje që ju thatë, kandidatja më e re në moshë, në fakt është vërtet një vajzë shumë energjike, një vajzë që po punon, po komunikon çdo ditë me njerëzit dhe unë as pak nuk mund ta lidh një rezultatin e një kandidati me akuzat që hedh opozita, as pak. Ajo është një vajzë e re, një vajzë energjike, po bën fushatën e saj, nuk mund të parashikoj dot çfarë rezultati do të ketë, por në asnjë mënyrë nuk mund të lidh rezultatin me një paragjykim, s'mund ta paragjykoj rezultatin me akuzat e opozitës. Se këto duhet të vërtetohen me fakte. Si logjik politike është ai që ka më gjatë në struktura, së paku jo shumë gjatë që tjetë konsumuar, po tjetë normal. As pak, se nga nga tjetër ju thoni që kush është më gjatë konsumohet, kështu që... Po flasim për shembull. Në Elbasani ju keni pasur ballon, 26.000 vota ka marrë, pavarësisht se ishte figurë gjatë në politikë, pra nuk është gjithmonë ky korrelacion, sa gjatë ri, por përgjithsisht një grua apo burrë që ka 1 apo 2 mandate është më i privilegjuar për kundrejt rezultatet se një strukturat, se një... Nuk ka një korrelacion të tillë, sepse ka shumë faktor. Mirë, unë nuk po e them mendimin tim, në raport me ty apo me njëri të ri apo të re, se do ta them pas 11 majit, e nisim kështu pa protokoll. Kur unë kam nisur të mbuloj politikën, fushata e parë që unë kam ndjekur ka qenë viti 2013. Edi Rama në atë kohë në opozit kishte një fjali që përsërite me shumë fuqi. Thoshte harrojeni, ai që nuk e bëri për 2 mandate, nuk mund ta bëj për 3. Pra, çfarë nuk bëri për 2 mandate, nuk mund të bëjë i treti, dhe nuk di nëse Edi Rama ja thot një fjali vetes kur shkon të mandati i 4. Besoj që një prej akuzave kryesore që për mua është shumë afër faktit, që i vjen nga kundërshtarët, është përdorimi i Partisë Socialiste i të gjitha burimeve shtetërore në funksion të fushatës. Përdorimi i administratës, përdorimi i profileve zyrtare për propagandë politike dhe një sër elementësh shtrysnues që asaj garantojnë avantazh elektoral. Ajo që pam te profili zyrtar i Kuvendit të Shqipërisë, kam përshtypjen që është një provë e shkurtër, disa minutëshe, e asaj që ndodhet në vërtet. Që njerëzit që punojnë për zyrtarët e Partisë Socialiste në qeveri apo në kuvend, punojnë edhe në fushat. Kështu që nëse më lejon të drejtohem zonjës Pyrapali me një pyetje, pyetja ime është, nëse ju keni pushuar së qeni këto kohë kryetare e kuvendit, nëse makina juaj si kryetare e kuvendit është e parkuar, apo ju erdhët në këtë studio me shoferin tuaj që paguhet nga kuvendi, dhe pse ishin duke u shoqëruar ju 2 zyrtarë të Kuvendit të Shqipërisë që paguhen nga Kuvendi i Shqipërisë për të asistuar ju. Jo sepse ju bëni një përjashtim nga rregulli, por për të kuptuar që andahet vërtet partia nga fushata dhe nga shteti. Në rast se Kuvendi i Shqipërisë është shembulli i përdorimit të pushtetit, nuk e ka shembulli, por ata një provë. Jo, po ju kam dëgjuar shpesh edhe tentoni ta kanalizoni në për rrugë që nuk kanë lidhje as me autostradën, domethënë janë kthina për cilat mund të diskutojmë këtu, ku unë mund të them shumë qartë që asnjë nga burimet e kuvendit nuk është përdorur, kryetari i kuvendit nuk ka ndorë as prokurime, as tendera, as pushtet, as makinën nuk e merr me vete në fushat, as përdor makinën që është makina zyrtare e kryetarit kuvendit, nëse kjo është pyetja e rëndësishme e kësaj studio, dhe unë kam veten time të qenurit një figurë politike, e cila betejat politike i ka bërë edhe në këmbë si kryetare Freshit, dhe sot sërish shkon në fushat pa mjetet, pa pushtetin, pa logjistikën edhe pa burimet e tjera të fushatës. Në rast se do flasim më gjerë pastaj, ka një tentativë të përgjithshme, nëse ma lejon, ka një tentativë të përgjithshme për të dizinformuar. Në këto 2 javë është shtuar edhe zhurma, për shkaqe që janë krejt të kuptueshme në këtë pikë. Vërej që ka tentativa për dizinformim sa i takon votës së diasporës,
ka tentativa për dizinformim për konflikte të rreme në territor, I besoj shumë fort që janë të gjitha alibi të 2 javëve të fundit për shkak të një vetëdije në këtë pikë edhe informacionit të plot mbi rezultatin zgjedhor që opozita do marrë. Dhe sigurisht fillon zhurma nga I pari, I cili ka një aftësi të jashtëzakonshme dhe shumë impresionuese që shpifjet, trillimet dhe zhurmat e tij t'i bëj pjesë edhe të diskutimeve të përgjithshme. Sigurisht, ajo është pala që keni përballë. Jo, po sigurisht ajo është pala që kemi përballë, kemi patur gjithmonë përballë. E kemi mundur, sa herë I kemi patur përballë, jo vetëm atë, por I kemi mundur kur kanë qenë edhe bashkë, por besoj që sigurisht ka element që mund të diskutohen dhe ja vlen gjithmonë diskutohet standardi I zgjedhjeve, por standardin e zgjedhjeve nuk e përcakton dot. Një njeri I cili ka marrë peng partinë e tij, një njeri I cili nuk e lejon opozitën të marrë frym, një njeri I cili shpifjen, dezinformimin dhe trillimin I ka kthyer në art. Kush e di sa herë thoni shqyr. I ka kthyer në art. Shqyr që kemi sipas jush, sipas nesh, domethënë nëse ju perifrazoj ndërgjegjen, një kundërshtar të dobët. Nuk e themi dhe nuk e mendojmë dhe nuk e ndjejmë të gjë. Dhe po ta them me sinqeritetin më të plot që aty ku ka dhe nëse duam të përdorim një term të fushatës, erë në moçal, ajo ndihet në të gjithë mexhlisin politik. Dhe po ju them që do bënim edhe një garë, po do kishim edhe një situatë politike dhe parlamentare tjetër në rast se Partia Demokratike do ishte e lirë të vendoste, nëse Partia Demokratike nuk do ishte peng I një njeriu të vetëm, nëse nuk do ishte peng I një familje biologjike, dhe po të kishim një opozitë e cila nxirrte në krye më të mirë dhe nuk I detyronte ata grida të ikin qoftë edhe në pozicione kaq nderuara sa këtu. Mirë, Sulo, po e vijon ti se nuk dua të them tani të mbaj qëndrime për Ramën. A është Rama një dhe I vetëm Partinë Socialiste se ma ka vërtetuar Rama me logon? Një është Rama. Një është Rama, një Skënderbek ka pasur Shqipëria. Një ka pasur? Kë? Pas Elizës ka pasur Edi Rama. Si pas meje dhe si pas shqiptare është Gjeq Kastrioti, që 25 vjetë në mbajti të papushtuar nga Perandoria Osmane, bëri beslidhjen e Lezhës. Rama qoj në emigracion 400.000 si pas I statit. Tani, 400, 700, 1 milion, sa është ajo shifra se? Si pas I statit tuaj, është 400. Po I stati juaj, në kundërshtim me I statin e Kosovës, në kundërshtim me I statin e Maqedonisë, e nëzorin bas 3 muajsh, 4 muajsh atere kur I tha Skënderbeu që ka nikur 400.000. Sepse Kosova e nëzori për një javë. Kosova e nëzori për një javë. Kosova nuk është shtet më modern se ne. është shtet më tani do bëjmë bisedë kafenesh këtu apo do flasim për edhe mos mu drejto mua ashtu kaq. Po, u drejto me terma të unë do ju thrash zoti Sula, ju Sulo ju më thrisni zonja Spiropali, se nuk kemi shoqe shoqe këtu, edhe s'kemi ardhur në kafene. Po jo, nuk kemi ardhur në kafene këtu që bëre ti humore këtu, se kemi ardhur seriozisht për t'ju përgjigjur njerëzve. Kështu që mbaj vendin edhe fol si duhet, kaq. E ke për titullin, për etikën e titullit? Fol si që takon kësaj studioje, kaq. Patjetër, zonja Spiropali, e keni për etikën për mbi emrin, titullin dhe emërtesën zonjë, pa tjetër, apo e keni për politikë, se për politikë them qatë duan? Jo, pa tjetër që e lirë, po pa tjetër. Pardon, pa tjetër, zonja Spiropali. Për këto humoret me... Zonja Spiropali, humorun bëj sa të duash. Sa të dua bëj humorun, sepse humori im... Po, me referencë formale, kaq. Të vini ju në studio, zonja kryetare e nderuar e kuvendit. Po nuk ka rëndësi tani të lutem, zoti Suloj, nuk po të korektoj. Basi kryetari juaj, Skënderbeu, juaj, I ka thënë Shqipërisë... për ju, për mua sër Skënderbeu fare, I ka thënë shqiptarëve Qyryka dhe fiton zgjedhjet, qofshi ju që jeni.
Nuk i ka thënë asnjë moment shqiptarëve çryk. Mos e keqin të në rast se ju nuk dini t'i ndani metaforat politike, satirën, nga ofenzat personale dhe në asnjë moment ju nuk jeni fyer kur të vdekurit e të gjallët e Edi Ramës përmenden në çdo fushat elektorale dhe në çdo studio. Jo, po nuk shoh reagoni. Ju nuk reagoni kur etiketohemi të gjithë hajdut, mashtrus, kriminel, Juve ju ka detyruar Edi Rama që të dili me gazetar dhe thoni Berisha detyron. Jo me satirë politike dhe jo në metaforë e në grupë. Ju nuk e keni dënuar asnjëherë gjuhën e tillë të përdorur. Kush është Ministri i Financave? Ju nxirni ministrin e sipërmarrjes në vend të ministrit financave. Ju nxirni deputete, kam shumë respekt për zonjën dhe nuk nxjerr ministra që kanë qeverisur. S'ka debate me opozitën, si ta marrë vesh qytetari. Këta heqin lirinë e zgjedhjes. Ja u shpjegojmë çështjen e debateve. Të mbaroj se ja ku jemi me ju për llogaridhënie. Patjetër ju jeni gazetar, e po me ata që na quajnë kriminal, bandit, pjesë të narkoshtetit, e të tjerë ne nuk mund të jemi në debat. Do dilni ju në një debat me njëri. A keni parë në Amerikë debatin? Jo, po nuk e quajnë njëri tjetrin, as kriminal, as hajdut. Jo, nuk do. Edhe ne do ishim shumë të lumtur të bënim debat për programin. Tani nëse ju e konsideroni debate degraduar, nëse ju e konsideroni normale, ju qofshi, ne nuk e konsiderojmë normale dhe mbajmë qëndrim. Jo, më nuk është baza e demokracisë përdorësh gjuhë. Nuk është baza e demokracisë përdorësh fjalor denigrus ndaj dikujt. Si e në fushën e betejës bosh ti dhe fitoke zgjedhje. Jo, ne e kemi plot fare. Boshë kanë ata. Jo me ti shkon. Ti ke ikur me urdhër të Edi Ramës. Si do kemi rezultate. Me urdhër të Skënderbeut ke lënë betejën, si fiton zgjedhjet. Ata e kanë bosh. Si del ti plus. Ata votat i kanë, si kanë, nuk ju figurojnë. Debati është. Debati bëhet në parlament. Debati bëhet në studio. Se nuk i kanë votat në kuti ata? Le më ças kanë votat as nuk i kanë pranë kuti sepse kanë plot gojën me të tilla. Prandaj e kanë bosh kutin ata. O zonjë, mund të më përgjigjesh pse s'dilin debat me ata në media që ke detyrim? Personalisht nuk dal në një debat me njerëz të cilët etiketojnë, kanë gjuhë rrejtje, gjuhë denigruse, siç kanë përdorur në kuvend e kudo tjetër. Nuk ju këto terma që përdora unë. Jorita Tabaku të ka etiketuar ty? Këto terma që përdora unë, zoti, me gjithë respektin për zonën Tabaku është në fund të listës hapur. Do doja ta shihja aty, do doja ta shihja Jorita Tabaku një nga njerëzit e listës mbyllur, po më vjen keq, në listën e mbyllur janë bodyguardët e Sali Berishës në kuvend. Ata që djegin karrike, ata që i vën zjarrin kuvendit, ata që nga mëngjesin darkë përdorin këtë fjalorin që s'dua ta përmend sërish për hir të atyre që na shohin. Këta janë në listë mbyllur. Si e urdhrin e Edi Ramës për të ikur nga studio dhe nga debati. Jo, jo, ne dhe fitoni zgjedhjet, mund të ma shpjegoni. Liste ju për bindje. Po atëherë ti që hallim pse ne fitojmë pa bërë debat me ta. Jo, që hallim tuaj unë se ju e keni kaluar. Ju duhet të siguruar për disa breza. Si ka mundësi që këta humbin që ikni lini kushtin e betejës. Ju ikni nga beteja, qytetari s'di, jeti me apo zonja andej, apo zoti andej. Dhe ti thua unë fitoj. Si fitoke ti me pa debat? Pa përballje, si fitoke? Qofse ka një parti, qofse ka një parti në betejë përballet për ditë. Ne japim llogari te njerëzit. Ju jepni llogari te njerëzit. Në media kudo. Ne jemi çdo ditë në terren. Çdo ditë jemi me njerëzit. Përballemi nëpër studio dhe llogaridhënia jonë është aty në dritë të diellit. Edhe në Elbasan në 12 natës fillon trafiku me polistrada. Se ju doni që ne të përballemi me ku e diun, me flamurin, kemi parë. Standardi opozita të çlirohet nga këta, të çlirohet nga gjua urrëties dhe dhunës. Do bëni dhe opozitë pastaj të përballni. Edhe pastaj kanë një shans pas 2029-s t'ia dalin. Po sot jo. Vetëm një gjë shkurtër për debatin e fushatës. Historia e debatit të fushatës është shumë e thjeshtë. Në fillim Partia Socialiste tentoi të bënte debate me demokratët duke nxjerrë të rinjt e platformës deputeti që duan me disa talking points. Se ne jemi gjithë media, kemi hallet tona, le të themi, për ballje dhe për debat, sepse debati më i mirë dihet që është debati kur dikush e moderon shumë mirë, që të mungoj kjo hedhja e epiteteve, mungesa e etikës, po të bëhet një moderim. Grida për shembull mund ta bënte duke pasur palët me rregullat e lojës dhe
A duhet minimum jetik, apo nuk duhet minimum jetik? Për shembull, sa i mundshëm është pensioni minimal? Sa i mundshëm është pensioni mesatar? Për shembull, për mesatarin nuk e kanë që do bëhet 400 në fund të 2030-s, por është ambicia për të bërë 400 euro në 2030-ën. Kështu e ka shprehur kryeministri Rama, sepse ai deklaron gjithë vështirësitë e tij. Por çfarë ndodhi për ta lënë tek pjesa e debatit? E panë që të rinjt që përballeshin me palën tjetër nuk ishin në nivelin e duhur dhe i tërhoqën nga betejë e debatit. Kishte një mungesë të theksuar të përfaqësisë së atyre që kanë qeverisur gjatë këtyre 12 viteve në skenën mediatike. Për të dhënë llogari, dhe llogari nuk mund ta japin të rinjt. Llogari të rinjt kanë pranuar të kandidojnë me Partinë Socialiste për karrierën e tyre, por nuk mund të mbajnë ata përgjegjësi për çfarë kanë qeverisur të tjerët. Ogerta Manasërliu, ministri i Arsimit, nuk e kemi parë kurrë në një studio televizive, që është një ndër sektorët më të rëndësishëm. Për shembull, me që kam zonjën Kushi këtu, është drejtuese politike për Tiranën. Dhe akoma nuk e kemi parë, mbase do dalë se edhe 5 ditë kanë mbetur. Ka shumë çështje për të cilat duhet debat. Sepse unë nuk jam ekspert e arsimi që të ballafaqoj ministrin e arsimit apo ministrin e shëndetësisë që janë sektorët kryesor dhe të bujqësisë që janë sektorët kryesor të vendit. Dhe debatin dhe ballafaqimin më të mirë e bëjnë palët. Hajde ulin në debat, të bëni debat, por ato çfarë shqetësojnë qytetarët shqiptar. Etiketimet në fushat, tani etiketimet në fushat, juve dini edhe lidhur me bullizmin e satirën kam një gjë. Zoti Rama u prek në mënyrë të jashtëzakonshme etiketimet që ju bën kandidatës së Shkodrës. Dhe nuk e quajti satirë. Pati etiketime, nuk pati, po kur Neo Malsoria, Mariano Koçeku doli me një kec, ta etiketosh dhe të thuash ishin etiketime të përgjithshme. Ishin etiketime për një vajzë që ka bërë sukses në këtë vend, që është pjesë e listës së deputetëve dhe lloj soi njerëzish në rrjet i japin vetes të drejtës të lidhur me opozitën, i japin vetes të drejtët ta etiketojnë. Ndërkohë që etiketimet politike kush i ka bërë në fushat etiketimet më të forta zonja për sarkazëm dhe metaforë politike për një grupim politik, cili kjo me secilin emër. Dhe hajdutit, kriminalit, narkoshtetit, narkoministrit, narkodrejtorit. Ne nuk i marrim me emra secilin, siç kanë ata një listë të gjatë flagrante mos dilni të votoni, pavarësisht se gjua, sigurisht që gjua denigruse nuk duhet përdorur për askënd. Absolutisht. Po barazoni dy gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Etiketimi në emër i personit. Folët për kandidatën e Shkodrës, që për kryeministrin apo për secilin prej nesh, kur etiketohen me emër dhe nuk lihet epitet mbi faqet të dheut pa i përdorur, është krejt ndryshe nga një metaforë politike ku flitet për politikisht qyryk. Apo nuk votojnë ata që votojnë kënetën. Ai ka bërë shkollën e Konicës dhe të Nolit. Zonja kryetare, shkollën e Nolit dhe të Konicës, të lutem. Dhe këto dy gjëra ju duhet t'i veçoni, madje duhet të bani qëndrim. Atë veçoj fotografinë që dhe ato fjalë përdoren. Ata veçoj fotografinë që zoti Rama, kryetari i partisë suaj, bënte me zonjën Duma kur ishte rivale juaj politike. Ishte veçim, apo në këtë rast veçimi nuk vlen se është mund ta them tani? Po mund ta thoni. Në atë rast ka bërë shumë gabim. Faleminderit. Në zgjedhjet e 2021, ajo fotografi nuk duhet të ishte përdorur, sepse ishte veçim. Tani po ju them që në këtë fushat ishte ballafaqimi kandidatëve tuaj me Partinë Demokratike për seksizmin. Tani po flasim për këtë fushat. Tani të lutem, të ikim nga gjua se me Konicën dhe Nolin nuk merremi dot. Do merremi pak me politikën që ai ka kthyer parlamentin në territor. Mos themi në, do me thënë, në aneks të qeverisë, do themi në qëllë. Aneks, më të qeverisë. Nuk e kuptoj. Jo, binë, aneks, shdo me thënë që ka të në aneks. Rama, 2025, a jemi 2025. Nuk jemi 90, e poshtë. Se që a them unë, i kam unë përgjithsi. Jo, qartë, po duha ta kuptoj më qartë. Për mua, Edi Rama, çfarë nuk kuptoni ju? E ka kthyer parlamentin shqiptar, vendin ku bëhem ligje politik, i kërkohet llogari qeverisë në aneks të qeverisë. Dhe nuk jeni vetëm ju, po edhe zonja përpara. Dhe shqetësimi. Tani,
si mundet? A vetëm zonjat, kurse burat që kanë qenë aty, nuk ishin aneks, ishin? Jo, nuk kalova më tutje për të mos marrë... E kuptoj. Pra, ju flisni këtu, bërndëm për gjuhën e opozitës, e cila vetëm fjallën ka 12 vite që së shëmë pushtet. Dhe fjallën duhet ta ketë... Jo, fare. Ka kërkuar ndjes, zotrinda të kërkuar... Fjallën duhet se ka një njëm të erët në historinë e trajtimit të grave dhe të vajzave, kjo nuk diskutohet që është lideri opozitës. Po t'i referohemi mënyrës se si ka trajtuar gratë dhe vajzave... Rama i trajtojnë gratë mirë. është skandaloze, nuk mund të ketë bas krasimi mënyra se si Sali Berisha i ka trajtuar gratë dhe vajzat, qofshin këto në pozicionet larta, po dhe familjarët apo familjaret e ministrave apo deputetve është njolla më e turpshme në histori. Evis ka vetëm një gjë. Patjetër që Berisha ka bërë të vetat, Rama ka bërë të vetat, po pse ndodhemi gjithmonë në një pozitë që diskutojmë kush ka qenë më pak i keq? Ajo që do të thoja pak më parë... standardi në cilin ne duhet diskutojmë... Në qofë se krahasohemi me opozitën, sigurisht që ambicjet tona do ishin shumë tulta për të qenë pak më mirë Dhe ka një gjë dhe ju e dini se jeni në politikë që të gjithë, që kur vjen këtu opozita, pa diskutim thonë, po me ne qa kanë këta gazetarë dhe këta analistët që na bënë kështu. Në qofë se ju flisni nga pikpamja politike kështu, unë tani njoh këtë botë, njëja politikën njoh këtë botën dhe paknajësia dhe tendenca e politikanëve për të pretenduar që duhet të mirë kuptohen a priori nga gazetarët nuk është në themel demokratike. Pra, ne nuk krahasohemi fare në opozitën. Në momentin që ti thua pse bëni ju, përgjigja që je politika gazetarit në këtë rast, se që përdorin dhe gazetarët. Këtu nuk keni opozitën, po të kishe dikë të Berishës këtu, mund t'ja bëje këtë dhe të vionit me njëri tjetrin dhe do kishte qenë normalitet, logjik. Jo, unë ngrit një pyetje për debatin publik. Po. Unë ngrit një pyetje për debatin parlamentar dhe debatin fushat. Që mungon plotësisht. Grida ti... Nuk barova, zonja Skorepali, po të gjuaj se ndërhyri, po pres. Unë po pres radhë, se ju po flisti... Mirë opozitin se keni, po dhe media, ne nuk bëjmë asnjë krahasim të tillë, sepse nuk kemi asnjë lidhje me këtë mënyrë të bërit politik. Nuk kemi asnjë lidhje me këtë lloj retorike politike. Në kuvend, ne kemi kafshuar gjuhën, ka shumë gjëra se duhet ta mbaroj Arioni shtjellimin e vet janë në preva. Madje pengesat fizike për deputetët për të kryer detyrën e tyre. Dali keq kundërshtari, mos ju thua, është ai gojprishur, është pa etik dhe us dal debat. Kjo është nonsens. Le të dali ai më keq. Ti nuk ke detyrimin, ti ke detyrimin nuk duhet bëhem përsëritse më mirë se ai më. Ti nuk e bën këtë më. Po unë kam të drejtën. Ti nuk e bën se ti pse. Sa herë kemi provuar në debat me një njerëz apo me njerëz që nuk kanë asnjë fre moral, nuk kanë asnjë sinor, asnjë kufi. Gjuhën që përdorin. Po duhet kesh etik më patjetër. Doja të ndërhyja pak më parë. Nëse ti nuk e respekton dinjitetin e atij që ke përballë, nuk është detyrë atij që është përballë patjetër ta pranoj debatin me ritëm. Kryetari Kovendit, ju i keni ndërprer debatet Trumpi, Kamalës disa herë. Kokë, ne s'kemi bërë Kamala e çmendura, Kamala Lopa. Përballë, prej 2019. Madje ata kanë përplasur kokat sa herë jemi sot politika amerikane, që ne i drejtohemi si standard. Sigurisht Trumpi e shokuar botën, po ajo që po ndodh në Amerikë është kandidoi Trumpi dhe Kamala Harris, dhe Kamala Harris ka parë postimet e Trumpit nga e çmendura, nga ajo që mos t'jem tani, ka disa ndoshta dhe Lopa i ka thënë që po e bëjnë ndoshta që t'jem super korrekte. Dhe nuk po më vinë të gjitha. Kjo është politika amerikane, ky është kundërshtar, nuk e zgjedh. Jemi dakord ju me debatin me debatin në fund fare. Ska lidhje fare. Debati është standard. Desha të ndërhyja pak më parë, sepse u diskutua pse nuk bëhet debat mbi programin. Ne jemi shumë të lumtur të bëjmë debat mbi programin, sepse nëse kemi një pikë të fortë, është pikërisht programi dhe argumentat çfarë kemi bërë, çfarë do të bëjmë. Cilin kryeministri flet pa pushim gjatë gjithë kohës. Vetëm për
program. Pa ti nuk program. As për sa i do votoj. Po ka qenë realizuar programin në fushatë, po në për komisionet parlamentare, në parlament. Nuk kemi arritur dot. Ne duam të flasim për programin, por kur përfaqësuesi i opozitës na drejtohet, ju jeni hajdut, ju jeni kriminal. Atëherë është e pamundur nuk debatoni personalisht në media. Keni vendosur javën e fundit për dalë në media. Po që gënjeshtër kjo, po është gënjeshtër. Debat me dikë që më thotë. Po nuk na i do të hyjë në shumë, një sekondë. Nuk e përdorun dot. Kryeministri nuk shkon në parlament, e ka përdorur parlamentin. Nuk shkon, nuk i do qejf. Ju thoni tani më çan opozita. Ai nuk jep llogarinë. Po çfarë është ky muhabet mos e bëra, po na i bën njerëzit të reflektojnë në momentin që shkojnë të votojnë. Fushata është tjetër gjë. Do me thënë që jeta parlamentare është një gjë që është një monolog i gjallë dhe jeta mediatike në fushatë është një gjë krejt tjetër. Që ju nuk më të thoni që zvendësojmë dhe nuk duam ta. Ju keni zgjedhur të mos e bëni. Ne do ishim shumë të lumtur sepse nëse kemi një avantazh, nëse kemi një pikë të fortë, madje edhe këtu bëj një sfidë të hapur tani. Fushatën e sfida e hapur që ju bëj tani është vetëm për unë ju siguroj. Ne duhet të flisnim pse Rama e ka bërë parlamentin rrugic për të fshirë këpucët, pse fshin këpucët me deputetët, pse s'vjen mocion, pse Bashkimi Evropian, të lutem se ju dëgjova. Nuk mundem më. Nuk për ju Shqipëria shkëlqen. Rama nuk vjen në parlament. Rama ju emëron si do i qefi. Rama ju shkarkon si do i qefi dhe ju dhe thoni po. Kjo është e vërteta. Edhe përsëri mbetet që unë bëj këtë sfidë kemi. Deri ditën e ju mund thoni çfarë të doni dhe pastaj thoni. Nëse Partia Socialiste puna është a ka lidhje ajo që thoni me të vërtetën. Rama llogari, jep kryeministri llogari parlament. Interpelanca ka vërtetës apo jo? Kryeministri jep llogari Rama parlament. Nuk respektohet. Ai keni vetëm kryeministër. E ke raportin e BE-s. E ke raportin e BE-s. Opozita kur flet kryeministri. Ja se ta nxjerrën raportin e BE-s. Të mbarojë visi. Duhet mbajmë gjithë qetësinë faktit të Rama. Ka qenë 9 orë në kuvend për të përgjigjur në një komision hetimor. I vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi. Ju kujtoj që për detyrë ka pasur. Ne kërkuam një komision hetimor për vrasjet në bulevard, ku vran 4 qytetarë të pafajshëm, jo vetëm nuk pranoj që të bënte komision hetimor, por doli në konferencë shtypi dhe denigroi krye prokuroren e këtij vendi, që është një grua, me fjalor që nuk mund të përmendet këtu, nuk mund të përmendet as me hanë. Është i vetmi. Është i njëjti njeri që kandidon për kryeministër, i njëjti njeri. Apo flasim për ju. Ne kërkuam komision hetimor për Gërdecin, jo vetëm që nuk pranoi, e shpalli aksident teknologjik. Ore pse shkel kushtetutën të zonjë që nuk vjen Rama në kuvend, kaq. Pyetje. Po të bëj diferencën tani. Po diferenca më intereson, është shumë keq. Shumë keq. Kandidat për kryeministër. Shumë keq atë për atë më. Ju pse e shkelni kushtetutën zonjë që kur kërkon opozita komisione hetimor, ju nuk ja votoni. Pse e shkelni vendimin e gjykatës kushtetuese për Olta Xhaçkën? Pse nuk e thrisi Edi Ramën kur e thret opozita? Pse e shkelni kushtetutën? Me që pas hapësirës publicitare, termat, shkeljet ose jo, dhe gjithashtu i cili jo të duhet shumë, sepse kur prokuroria kërkoi që të thriste gardistët, as ata nuk i lejoj. Imagjino standardin sot, ku ne kemi ndar pushtetet. Pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv, vetëm se shkuam prap te krahasime me ata. Elis, po ata kemi përballë Grida. Nuk kemi përballë Margruten e Hollandës. Sali Berishën kemi përballë tani, kërkoj ndjes. Disi shparimi i kësaj se kur të vi Sali Berisha dhe të vetët, ne bëjmë ç'ti bëjmë. Ndoshta më keq se sa me ju her pas here. Jo sepse kemi një qëllim me ta, krahasojeni me ta, po ai pra është kandidati për kryeministër. Ne bëjmë më keq me ata se sa me ju, sepse një nga akuzat që kanë ata është vrasja e shpresës. Akuza që keni ju tjetër është vrasja e të tashmes, jo të ardhmen. Kështu ndahet pozita dhe opozita. Po si e kemi vrarën e të tashmen, Grida? Ne nuk kemi e keqa me vogël, ne jemi mira me madhe këtu. Jo, po ju them. Po e them që ka pas një lloj kompleksi fare. Po flas për qëndrimin. Skënderbeu e ka thënë ndryshe. Do të luajmë hapësirë. Kemi dhe qytetarë se dini. Dua të sqaroj. Po të flasim për arsye. Dua t'ju sqaroj parimet një herë. Media ka parim që me opozitën
të godas sepse është shpresa dhe nuk mund të vras shpresën, dhe këtë kemi bërë pa fund, dhe me pozitën të godas realitetin sepse është e tashmja dhe duhet jap llogari. Këto janë dy parime dhe kemi bërë me të dy. Patjetër. Dhe un kam të drejtën time dhe ne kemi të drejtën tonë. Tu kemi ju dhe kur kemi ju do të flasim ju. Ç'kemi bërë ne për llogaridhënien? Ju përgjigjeni për sa që janë ata. Ç'kan bërë ata publicitare. Kjo jetë këtu në këtë vend ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. Për mua, kush shkon në kënet është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe kënetës. Kënetën do nuk je mirë. Politikisht je autik. I keni në Google, po ishit kurios, shkruani të Edi Rama nudo del aty. Edhe, për tanis, që e mua betë kotë. Sa keni pa ju, zgjedhja është midis një grupi rrugaqësh, ku krye rrugaqi sot është në burg për rrahje, ndërkohë që krye rrahësi nuk është në burg se është deputet, midis një kënete që është një turp kombëtar dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është festa tha, po sikur nuk ma dun shumë tha disa se jo është nda nga burri ose shpëtosh. Është nda nga burri thash, po atë mërzgjidh, ajo është për ne. Edhe ja ku është. Mirë, vlen gjithkohon të përsërisim për të kuptuar ku jemi, nuk kam pyetje për këtë çështje, sepse e nisa të i drejtohem Delinës se nuk dua të jem përsërit, se reagimi im në fakt, mund të jemi ky vetëm, nuk është se çfarë thotë Edi Rama, se çfarë thotë Edi Rama është një ran dhe i takon dhe kundërshtarit politik të kundërpërgjigjet në mënyrën e tij, në strategjinë e tij për sa i përket këtyre termave. Ajo që unë dua dhe po e shtroj këtej tani diskutimin merit, nuk dua t'ja bëj prap Delinës. Ajo që mua më shqetëson aty është që sepse ai është Edi Rama dhe sepse Edi Rama është ai i pushtetit, fuqisë, kryetarësisë etj, pasi thotë që gjysmat e burrave janë çyryk, mua më shokon gratë që duartrokasin, brohorasin, buzëqeshin si një situatë e cila nuk më duket me shëndet normal, politik, njerëzor, shoqëror, historik. Ti si e shikon këtë lloj edukimi së pagu, se pastaj përplasjen politike bëjeni ju në këto 20 minuta, më fal, se pastaj kemi fundin ose mbylljen e sondazhit kombëtar dhe kemi edhe dy qarqe, Tiranën dhe Elbasanin, që do të jenë në pjesën e fundit të këtij top story, një nga sondazhistët më me rëndësi me vlerë ndërkombëtare. Merit. Tani është shumë e dhimbshme që ta shohësh atë skenën aty, por është shumë e dhimbshme edhe ta mendojmë që ato gratë janë për të mbushur sallën aty, jo të gjitha kanë shkuar me vullnetin e tyre të lirë, dhe janë të gjitha për t'ju përgjigjur liderit dhe për të duar trokitur liderin pavarësisht çfarë lideri thotë. Ajo që theti kryeministri i vendit, që pretendon të marrë edhe një mandat të 4, pretendon të më japi pasaportën europiane, e para nuk është gjuhë për kryeministrin e vendit, dhe është fatkeqësi që jemi në fazën ku sallat mbushen në mënyrë të tillë, me detyrim, pa detyrim, edhe të kampi tjetër, po të dush, po presupozojmë që opozita ka një lloj vullneti më të lirë për t'u bashkuar, sepse nuk ka shtrëngesa, të gjithë e dim kush ka punojës në administratë, që edhe sot po lexoja mesazhe që vinin që do shkonin në takimin dhe Elbasani ishte njëri, ose në Librazh, më saktë, dhe do i kërkoj që të merrnin edhe 4 veta me vete. Tani ata, disa janë të lumtur dhe duar trokasin, disa të tjerë mund të rrinë edhe pa duar trokitur, por e kanë mbushur sallën. Por nuk kanë faj ata. Po, patjetër edhe Sionës të marrë një qendrim. Njerëzit, kur shkojnë te kutia e votimit, dhe kur janë të lirë për të votojnë, do mbështeten ose ndërgjegja e tyre e lirë, nëse e kanë atë ndërgjegje të lirë për të votuar, ose të bindja e tyre e fortë, ose pastaj kanë pranuar çdo lloj realiteti, dhe nuk
nuk e kanë atë sensibilitetin se çfarë do të thotë të jesh i lirë dhe të kesh pushtetin e votës. Nuk din më se çfarë do thotë jesh i lirë. Jo, më fal, duhet të vazhdojmë direkt, besoj pas. Po, patjetër vazhdo. Unë po them prap se këtu ka shumë që është e modës të thuhet fajin e kanë qytetarët, fajin e ka populli, ata nuk reagojnë, ata nuk ngrihen. Situata është në një gjendje të tillë që o do reagosh duke duar trokitur dhe i lumtur, pavarësisht çfarë dëgjon, ose je apatik, i ngrirë dhe nuk je në gjendjen për të logjikuar, për të gjykuar për të ardhmen tënde. U përmendën dy element me cilët lidhet puna ime, u përmend Elbasani, jam deputete e këtij qarku, jetoj aty, por edhe u përmendën gratë dhe vajzat dhe unë jam sekretare gruas në Partinë Socialiste. Të diskutosh që gratë dhe vajzat vinë të detyruara në takimet tona, ju siguroj që nuk ndodh, sepse në takimin e fundit që ne organizuam në Elbasan, gjysma e grave që kishin ardhur na ngelën jashtë, nuk kishim vende në pallatin e sportit. Për këtë ju siguroj duhet i shikoni videot, pamjet. Unë kam shumë informacione edhe nga video që janë marrë edhe me listë autobusit, janë marrë edhe me listë. Tani, rëndësishmë është të ne takimet i organizojmë në fakt edhe aq të bukura dhe një atmosferë aq festive sa që ju siguroj është kënaqësi dhe një pjesë e madhe vinë edhe pa qenë fare simpatizante, pa qenë votuese të Partisë Socialiste, vinë sepse tani edhe një ndërgjetjet e Odirit së fundmi ishte që përsëri vazhdojmë me këtë historinë e përfshirjes së administratës në takime. Madje kur kemi takime, organizime, edhe për takimin që kemi nesër me kryeministrin Edi Rama, ne edhe në rrjetet tona sociale dhe të gjithë të njohurve i kemi dërguar ftesë që të bëhen pjesë atij takimi në sheshin kryesor të qytetit. Po kjo s'do të thotë që i detyrojmë. Ju siguroj veçanërisht për gratë dhe vajzat mos e hyj këtij diskutimi. Unë personalisht kam asistuar komplet rastësisht në një biznes të vogël ku një qytetare punonjës administratës i lutej drejtuesit të biznesit të vogël, më jep numrat e klientëve të tu që mendojnë se punojnë në administratë, që unë t'i dorëzoj. Unë nuk kam ose unë nuk marr njerëz në qafë. Por kam asistuar me dy vajzat e mia dhe ato u shokuan kur e dëgjuan çfarë po ndodhte në këtë rast. Dhe ju thash ndodh, shpresoj mos të ndodh në të ardhmen kur ju të rriteni për të votuar. Nëse ju e keni problem ta diskutoni këtu në këtë studio më pas, por ju siguroj që nuk detyrojmë askënd. Në këtë rast kemi të bëjmë me qarkun e Tiranës. Rasti i Elbasanit ishte ajo dhe unë kam informacione. Nga sondazhet, mbështetjen që ka Partia Socialiste. Pikërisht, mbështetjen shumë të vëre që ka një simetri që njerëzit vazhdojnë të shtrëngohen si punonjës administratës, të marrin edhe në diaspora u regjistruat apo nuk regjistruat. Se na vinë 65% disa zona, ne organizojmë takime këtë pyetje do të bëjmë. Dhe pjesëmarrja në fshat janë të lumtur zonja Kushi. Në fshatin shqiptar zonja Ibrahimaj mund të di shumë mirë se sa i lumtur është fshati sot. Deri tani organizimi shumë mirë që vjen. Argumenti juaj ishte që ju përdorni administratën, ju i detyroni administratën. Unë sot vin nga një takim në Kuqan, ishte një takim fantastik, nuk e prisnim që do të kishte kaq shumë pjesëmarrës. Askush nuk ishte i punësuar në administrat, pjesa më e madhe ishin fermer. Zonja Kushin e kemi parë në takimet e kryeministrit Rama që ka plot po themi qytetar nga fshati apo nga qyteti që i thon bravo, unë të kam paguar dhe legalizimin, po se kam marrë akoma, por e marrë edhe mandatin e 5, nuk po i paragjykoj. Nuk të japim dhe një përgjigje për këtë. Po them, nëse ju jeni të lumtur, nëse ju jeni të lumtur me gjendjen e fshatit, 25.000 legalizime janë bërë 250.000 të lumtur do vazhdoni përpara. Por bujësia është sektori më rëndësishëm për këtë vend dhe është më i nënvlerësuar për këtë vend. Bashkë me arsimin dhe shëndetësinë. Jo, mos jeni nga dega se unë nisa diskutimin tim e nisa me minimumin etik. Të mbajmë vëmendjen e publikut. Tani duhet bërë një analizë se si ndodh që Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë një mbështetje në shumicë nga gratë dhe po ju garantoj që vetëm për diçka nuk vuajmë ne. Në organizimet tona të grave, në Partinë Socialiste nuk vuajmë. Mund të vuajmë kur bëjmë takimet të tjera. Nuk vuan ta Sali Berisha me Josefina Topallin dikur.
për organizimet me gratë. Se i mbani mëndë takimet e tyre të 2012 dhe 2013, se si reshtoheshin mësuset, e si reshtoheshin infermierët, e si reshtoheshin mjeket. Shtu reshtoni dhe ju. Sepse sot edhe mësuset dhe edhe infermierët nuk varen fare nga ne drejtuesit politik, as nga ne që jemi persona politik. Cilja ministri dhe drejtori ka targetet e në një mënyrë krejt të pavarur nga pushteti politik. Dhe ne nuk ndajmë kuadrate as për mësusit, as karrike që i nxirrin në pikë të diellit mësusit e infermierët e mjekët e gjithë në punësit. Ne nuk kemi nevojë as e bëjmë këtë, kemi ndryshuar dhe ligjet madje që kjo mos të ndosë ishte një turp kombëtar. Dhe po ju a them kushdo që e bën këtë, bën një turp. Ne nuk e bëjmë sepse para Partia Socialiste ka një organizim të tillë, i cili ja mundson takimet e mdhaja. Ne nuk kemi vuajtur kur as në opozitën më tegër kur na janë vrarë 4 njerëz në bulevard, nuk kemi vuajtur për ta mbushur atë bulevardin e dashur. Nuk ndodh kjo gjë në Partinë Socialiste. Jo sot që kapacitetet njerëzore, burimet njerëzore të Partisë Socialiste, shtimi i antarësisë, sidomos te gratë, fakti që nga 56% në 65% grave në këtë vend përse Partia Socialiste. Mua më vjen jashtëzakonisht kjo. Politikat pozitive të Partisë Socialiste apo jo? Dhe njoh njerëz, kam njerëz që punojnë në administratë. Po të ishte e kundërta, do thoshim gratë nuk e mbështesin programin e Partisë Socialiste, apo bëjnë diçka gabim. Me dieta jashtë Tiranës punojnë se administratës. Tani, por mendoj që kemi edhe gjëra të tjera shumë edhe të rëndësishme për të diskutuar. Ka presion mbi administratën, kjo është e padiskutueshme, po shumica prej tyre janë në punë civile. Vazhdoj me gjëra tjera. Në punë civile është e pamundur njerë, ti heqësh nga puna për këtë arsye. Jo vetëm diçka të lutem. Opozita, nga që është e pastë që të ketë organizimin kapilar që kemi ne. Ne kemi një organizim kapilar që madje nuk po diskutojmë sa organizuar është Partia Socialiste. Ne po diskutojmë administrata ose jo kjo çështje. Opozita është e parë që të ketë një organizim vullnetar, sepse organizimi i partisë është organizim vullnetar. Ju është të angazhuar me diasporën. Janë publikuar formulare që u shpërndash administratës për të regjistruar nga diaspora të njohur deri në 5, kush është në punësim më i thjeshtë, deri në 100 kush është ndërtues të lartë. Absolutisht jo administratës. Kemi strukturat tona, janë shpërndarë administratë. Janë shpërndarë antarëve të Partisë Socialiste. A punojnë në administratë, as punojnë në administratë. Kjo është gjë tjetër. Dhe shpërndarë në zyrat tona partijake. Pastaj jo, ku kanë shkuar në ministri, zyrat tona partijake. Ne nuk e dim a është a punon në një ndërmarrje, a punon në një fermer, a është në administratë. Mirë se kushdo se kush është ku punon gjithsecili. Ato shpërndahen në Partinë Socialiste. Dhe për që partia ka të drejtë që pas orarit zyrtar të ketë aktivitetin e vet politik, ç'është kjo histori se s'po e kuptoj tani. Pra ministri i merrte partia dhe e çon ministri e jep drejtori, drejtori jep çdo në punëse të mundshëm dhe ja u bë zinxhiri përdorimin administrativ. Jo, unë nuk kam asnjë informacion që ka ndodhur nga ministrat dhe drejtorët. Në qoftë se është turp. Ja, unë jam kryetare kuvendi, nuk kam shpërndar asnjë formular në të gjitha të administratës. Nuk ndodh kjo gjë. Ju përgëzoj. Po jo ju përgëzoj, po kështu ka ndodhur edhe me ministrat, kështu ka ndodhur me të gjithë se unë jam drejtuese politike. Nuk jam një njerëz që s'ka lidhje me Partinë Socialiste. Kështu, e para, e dyta, nëse është turp, të marrësh njerëz me zor e tu bësh apelin, thuaj kolegës dhe Balluku që në Fier, kur bëhet mitingu hapës në Tiranë e Fushatës, të mos vërë njerëz që bëjnë apel për gjithë në punësit e administratës, që marrin listën e emrave dhe pyesin. Nuk rezulton fare kështu, për shembull. Jo, nuk rezulton as e kundërta. Po ju a them, nuk e di se do prova, do të është në merit verifikimi. Ne nuk nisemi nga një indicje e një media. Sepse me detyrim asnjë të voton. Se për filmin, me se për filmin, mos dini nuk e dëgjojmë, çfarë do dëgjojmë tani? Ne dëgjojmë të gjithë. Nëse është kështu, dhe me ndirin jemi në komunikim. E dini më e prisja në faktë, se si bëj një pyetje asnjëri nuk të detyron të votosh këtë apo atë me 11 maj. Do jetë shumë e thjeshtë sepse do dallohet. Madje ju sigurisht Ali Berisha 2015 vota dhe kundër ne marrim në administratë. Për pyetje mbi programin e Malejon nuk e bën këtë lloj patronazhimi se s'ka mundësi ta bëjë. Ka një pyetje patjetër që ka një. Administrata ka shkuar 185.000. Siç e dini ju. Dhe e keni shtuar ju. Opozita këtu nuk ka ç'a t'i bëj. Skënderbeu vendosi 185.000.
vit pas vit. Punonjësit buxhetar, sipas tabelave të Ministrisë së Financave, janë më pak se sa në 2013-ën. Janë punonjësit buxhetar. Administrator. Unë po flas për buxhetar. Që paguhen nga institucionet e shtetit. Ka pasur një rritje. Ka pasur një rritje për shkak të reformës në drejtësi. Ka pasur. Jo. Ja, ma le të shpjegoj. Ata nuk ja jep ju, s'ja keni dhënë akoma ju. Nuk është sakt. Si numra janë më pak se sa në 2013. Ju doni 10 vota për person në administratën publike. Tani, të lutem. Këto janë të gjitha. Ne do flasim me që në gjithë Shqipërinë, përveç Tiranës, ka jetë për te administratës. Kjo është gënjeshtra me madhe, të lutem. Në vitin 2025, në qofë se ne shkojmë me librazh, në qofë se ne shkojmë me paton, vitin 2013 kanë qenë 83.000 pranoj, ka një rritje thanë administratën publike. Të lutem, është 183 administratën publike. Unë do flasim me hamencime këtu të punonjësit buxhetar. Kush janë buxhetorë që ta di publiku, dhe kush janë të tjerët? Pra përjashtojnë shahat, përjashtojnë Futi të gjitha brenda ato se ata janë në emërime të bashkive, ndërmarrje të bashkive. Punonjësit buxhetar. 183.000. Ti e di shumë mirë që shahat besoj Fondi Shqiptar i Zhvillimit është një SHA, nuk jam gabim. Është OEF, është organizatë, nuk është SHA. Por nuk është buxhet, nuk është buxhetor. Jo, nuk është buxhetor. Greta di çfarë po thon zonja që OSHE-ja nuk del në fushat tani. Ajo u kap në fushat në Durrës tani. Një moment, se po e bëjmë argument punonjësit jashtë orarit punës së jetë atyre lirë. Jo, një minutë, Arion. Ma lini mua ta them edhe atë që di me kompetencë. Pra, në rast se 2 nga le themi ndërmarrjet më të mëdha në punonjës, ajo që ndërton rrugët rurale dhe ajo që shtron telat e energjisë, që ka numrin më të madh punonjësve, nuk futen ke buxhetorët, mbaron diskutimi. Ky mbaron diskutimin Elin. Por nga ana tjetër nuk ka nevojë për administratën. Po s'ka rëndësi. Vetë kam edhe aty kemi një argument. Më pak se sa Elin, kemi aty shikuar dhe ti the një gjë tjetër për votën, theshën fundore, çado që ti bëjmë ne, vota është e lirë, ata mund mos ta votojnë çdo lloj gjëje që ti kemi. Siç ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Asnjëherë. Sepse partia që ka strukturën, që di kush pritet tjeti veti dhe kush i ka shku ke qendra votimit me fraksion dhe që ka lënë komisionerin, vëzhgusin, strukturën aty, e di shumë mirë dhe i thot ati me qartësi, më ke votu, s'më ke votu. Si ndodhi në 2013, presioni që i është bërë administratës ka qenë jashtëzakonshëm 2013 ishte normalitet politik. U votua Partia Socialiste. Evis, rotacionin 2013 ishte pjesë e rotacioneve 8 vjeçare të Shqipërisë. Nuk ishte ajo që nuk ka ndodhur politikisht deri sot është kërkosh mandatin e 4, le të jemi të vërtetë në këtë gjë. E dëgjoj një dimensione rotacioni. Kemi bërë në programin të adresuar këto sëmundje të vjetra. Ne kemi sot një drakonian. Një kod zgjedhor që diferencën e bën votat administrative. A marrëveshja me Gjermetën? Presioni kalar. Jo, nuk na leverdis se ne në jantar dalim punën e dashur. Ne nuk bëjmë vota se nuk funksionon. Në ndërmarrje, në institucione, në ministri, në gjë. Për shkak të kodit zgjedhor që ta dini. Unë besoj që një popull i varfër nuk voton i lirë, por voton i varur dhe i kushtëzuar. Nga ai që mund t'i jap një të mirë të afatshkurtët më të shpejtë dhe më të madhe. Tani, zonja Ibrahima e përmendi që ne nuk jemi një parti që mendojmë që ka vlerë minimumi jetik, sepse ne jemi partia e pagave minimale. Jo, unë të lutem mos më vërë në gjëra që nuk thash. Unë thash që ne kemi zgjedhur të ndjekim një politikë të pagës minimale, të pensionet minimal dhe jo të minimumit jetik, si të bëjnë shumë vende të tjera. Pyetja që unë kam për ju është çfarë përgjigje ka qeveria juaj në 8 vjet dhe çfarë ka edhe për çfarë po vjen mbrapa sipas jush, për ata që nuk janë punësuar, pra nuk ka marrin pagë fare, janë pa punë, janë pjesë e skemës ndihmës ekonomike, janë me pensione invaliditeti, ose janë të shtresave të tjera të marginalizuara, që nuk kanë as pension minimal, as pagë minimale. E duke mos pasur minimum jetik, nuk kanë me çfarë të jetojnë. Për ta kuptuar njerëzit arsyeja pse qeveritë në përgjithësi nuk pranojnë minimum jetik, qoftë kjo qeveritë që kanë qenë përpara 20 vitesh, qoftë kjo qeveria 20 vjeçare të fundit, është sepse do duhet paguajnë çdo njeri me 200 euro në muaj, në qoftë se ai nuk e merr në burime të tjera këtë
Pra kjo është arsyeja pse qeverit nuk e pranojnë minimum jetik. Dhe të thuash që unë nuk preferoj minimum jetik si politikë sociale se kam pension minimal dhe kam pag minimale, kjo nuk jep zgjedhje atyre që janë të papun apo që janë shtresat marginalizuar. Dhe me 20% të popullsisë në prag varfërie. Në radhë të parë ne kemi bërë një punë shumë të madhe për të rritur vendet e punës dhe për të ulur normën e papunësisë. Dhe kjo është realitet. Pra në këto 10 vite janë 300.000 vende pune më shumë, ti tregojnë dhe shifrat e Instatit, dhe shifrat e databazave shtetërore, dhe është fakt, dhe papunësia ka rënë në 8.8%. Ajo që ne bëjmë është për çdo person të papunë. Kanikur 400.000 vetë. Unë kërkues të papunë, të lutem 400.000 veta. Kanikur 400.000 vetë në zonjë. Papunësia matet mbi forcën e aftë për punë. Po e kishe për mandatin e parë atë premtim. 300.000 vende pune janë fakt. Pavarësisht se ka viteshin për 4%. Je 2025, me kishe për 2017. 17.5% papunësia. E kishe për 2013, 2017. Jemi 2025. Po do ta nxjerrim këto persona që janë akoma të papunë. Po nuk e ke mbajt premtimin. Nuk e ke mbajt premtimin ti thua e kam bërë. Është e kundërta. Një vend pune të lutem, ne ofrojmë. Një vend pune, një trajnim, një praktik pune me qëllim trajnimin, me qëllim aftësimin e tyre, me qëllim punësimin e tyre. Sepse ne synojmë që normën e papunësisë ta ulim akoma më shumë dhe ta çojmë në mesatarën e BE-s, që është në nivelin 6%. Përveç atyre që marrin pagesa papunësie, por ne besojmë fort që zgjidhja e daljes nga varfëria nuk është pagesa papunësisë, duhet të jetojë është aftësimin në punësim. Kjo është ajo që ne nga 400.000 që kanë ikur, 70% janë të rinj, të cilat kanë ikë të rinj, kanë ikë forca vitale e punës. Sa i takon migracionet, migracioni ka qenë mesatarisht në të njëjtën normë siç ka qenë edhe para 10 vjetësh, edhe para 20 vjetësh. Që kërceu në 70.000 në vit ka qenë njësoj 2016, që ikën gjithë shqiptarët në Gjermani. Po ne ishim pas Sirisë, ne kaluam Sirinë, më ishte në konflikt. Të hymë në BE, kaluam Sirinë, është fakt. Është liria e lëvizjes së lirë të njerëzve. Ju lexoni raportat apo jo? Po lirë kemi qenë në lëvizjen e përpara. Në mes të Europës, dhe liria është një nga lirit. Pra nuk të vjen as pak që kanë ikur, të rinë profesionistë. Zgjedhje e tyre dhe ne nuk mund t'i pengojmë tyre, nga familje tyre, nga gjuhë tyre, tu ofrojmë njerëzve një vend pune, tu ofrojmë një jetesë, por ne nuk i mbajmë dot njerëzve. Ju jeni në PS, ju jeni në PS të lutem, e thënë këtë. Ju jeni në PS. E mirëqenia e qytetarëve. Po 2013 e ke ndjek fushatën apo jo? Zonja Ibrahimi e ke ndjekur kryetarin Rama në fushatën e 2013-s? Ka thënë, pse ikin këta njerëz më vëlla? Pse ikin? Këta ikin se nuk janë mirë këtu. Pra, e ka thënë kryetari juaj më. Po ata që kthehen mesatare, ishte ka shumë që kthehen. Pse kthehen? Ata që kthehen. Tu po ikin akoma më shumë që kthehen. Pse kthehen? Hyrja në Europë. Kryetari juaj Alia Skënderbeu ka thënë liria e në 2013 europiane. Këta njerëz që ikin se nuk janë mirë në këtë vend. Jeni pa përgatitur përfundimisht. Je ke ardhur për muhabet. Po se Skënderbeu, po normal. Skënderbeu nuk e ka ardhur për muhabet kafene. Tani po fol tani me shifra, ju bëni muhabetin e ka bërë Skënderbeu në 2013. Kur jeni Elis, do t'ju kërkoj secilit nga një qendrim fundi duke lënë Delilën ta mbarojë linjë logjike. Pse kërkojmë ne mandatin e 4? Do ta jap në fund. Mund të hyjmë te ky debat më në fund, do ta jap unë në volejboll. Shiko, unë në volejboll ka punuar ndonjëherë. As Furç, as Bojaxhis ka punuar ndonjëherë. Asnjë nga ne. Delin në fakt. Secili nga ne vjen nga një profil. Pse ke ardhur mandatin e 4? Ti ke dhënë llogari një. Ti ke dhënë llogari. Për Furçe edhe për Boj këtë muhabet, as për të nxirr, as për të... Atë me ambasadorin rus atje që Skënderbeu jon ja tregoi... Kujt? Çe kujt, cilit ambasador? Tani kalojmë nga turistët në Shqipëri. Mos lexo shumë nga këto burse, lexo ke gjëra me vlerë, lexo ke të prodhon vet. Unë ju lexoj ju sepse ju jeni kryetare kuvendit. Po ti e di që kuvendin kam respekt për kuvendin. Turistë kanë vizituar Shqipërinë. Në Rrugicë po në fshirë se në fund ka njëri për borë që s'kemi ardhur të dëgjojmë ty as të fyesh, as të baj vendin të lutem edhe fol me respekt, siç po të flasim. Jo, mbaj ti vendin. Mbaj vendin aty dhe fol me respekt. Ti nuk më thua do ti pa përgatitur mua. Tani, ti pa përgatitur nuk më thua. 1 milion turistë që në 2013 me që i përmende. Në 2024 12 milion turist kanë hyrë dal nga Shqipëria, me që e përmende turizmin. Dhe nuk mund të mohosh ti dhe askush që Shqipëria ka ndryshuar
katërcipërisht në perceptim edhe në reputacion ndërkombëtar. Nuk e mohon ka nikur 400.000 veta. Po, ajo deklaratë është bërë në Këshillin e Sigurimit, zotri, ku Shqipëria ishte antare jo permanente dhe ku qëndroi në atë Këshill Sigurimi me shumë dignitet, me që po e përmend. Dhe Shqipëria ka qenë vendi që priti 2 samite, një të Bashkimit Evropian për herë të parë jashtë jetimit të Shqipërisë, me që fole për reputacionin e Shqipërisë. Po janë të lidhura, mor zotri, reputacioni i këtij vendi me faktin që njerëzit nuk na mendojnë më me bish në Europë. Ja po të tregoj një fakt tjetër që e kam të jetuar. Jo se po e te i kalon. Pak më pak se isha në Holland. Po e te i kalon të drejtë. Dyja, kemi qenë deputete, unë nuk isha ministre, ishim të dyja deputete. Pse nuk e votuat rezolutën e Ukrajinës? Kryetare e grupit Ishin deputete. Edhe ishim atje në të njëjtin grup miqësie, më duket me Hollandën. Sa herë vinin këtu, sa herë shkonim aty, me zina hapnim derën të diskutonim. Shqipëria nuk ishte fare në asnjë tryezë diskutimi për negociatat. Para 2 muajsh takova kryetarin e Senatit të Hollandës dhe kryetarin e Dhomës dhe të gjithë deputetët që ishin aty kishin qenë të paktën një herë në Shqipëri, me përshtypjet më të mira. Vota në kuvend për çeljen në Parlamentin e Hollandës, për çeljen e negociatave për grup kapitullin. E dytë, nuk ishte asnjë zë kundër, as nga euroskeptikët. E kuptonit që ka ndodhur Shqipërisë. Janë të qëndrim në sekondat e fundit. Ka më shumë krim, ka më shumë korrupsion. Jo, këto janë maleonet ta mbyll, ka më shumë krim, ka më shumë korrupsion. 27 vendet e Bashkimit Evropian sot nuk kanë asnjë kundërshtim për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi një plan të dakordsuar. Kanë patur gjithmonë vendet. Asë diskutonin Shqipërinë. S'kanë qenë vendet antare gati si kundër Gjermanisë, sot e ke kundër zgjerimit. E nderuar zonjë në 2014 ne nuk ishim bërë as kandidat për status. U bë në 2014. Ndërkohë Mali Zi kishte çelur negociatat, po flas për negociatat, kishte çelur negociatat në 2012. Kandidat në 2014. Maqedonia në 2005-ën kishte marrë status, se ne e morëm 2013-ën. 2014 ndjes. Dhe sot Shqipëria është vendi që ecën më shpejt dhe më vendosmërisht ka një plan të dakordsuar. Çdo të thotë kjo, nuk është vetëm dëshirë, pra, nuk është vetëm vullnet. Nuk ka gjë që për diskutuar, Lisa nuk u hapën negociatat zonja Askropali. Është dëshira dhe vullneti i tyre dhe plani i dakordsuar. Negociatat që ishin hapur në 2014 kur më status u hapën vetëm në fund të vitit kaluar, 12 vite. Kam dëgjuar shpesh gatishmërinë e ke vetëm tani. Edhe përsëri nëse nuk e vetëm gatishmërinë e nderuar. Çdo grup kapitull do kërkojë unanimitet nga vendet anëtare. Ja 2025 kapitull lutem, jo, procedura është ndryshe. Hapen të gjithë grup kapitujt dhe brenda 2027-s ne i mbyllim negociatat me Shqipërinë. Është e paprecedent kjo që ka ndodhur me Shqipërinë në rajonin tonë. Okej, do ta bëjmë me themel. Kam arritur në fund, Evis ma thuaj, Arion kam arritur në fund, Arion, do ta thras Partinë Socialiste prap. Evis, vetëm Iseneria për zgjerimin ka deklaruar publikisht që Shqipëria, po unë e kisha në zyrë, e tha dhe publikisht, ishte dhe kryeministri do një deklarat për shtyp, ti thua nga e di se nga përmbushja e kriterit, po si do futemi ne me 183 euro pensioni në BEM, po qa fliskim? Bëni zgjedhje të diskutimeshme se është element kryesor të themelor. Ishte për ju nuk 150 vjet ne, po për ata do pjesën e tretë të Top Storyt menjëherë do t'ju prezantojmë gjetjet e sondazhit që ju interesojnë edhe juve. Se ju intereson 11 maj, 11 maj ju intereson i pari, si fillim pastaj 2029 dhe 30, me njëherë pas hapësirës publicitare. Duke falenderuar pjesëmarrësit në studio, Merita Hakla i falimderit, Esiona Konomi falimderit, Evis Kushi falimderit, do ta thuash fjalin thuaj me shpejtësi s'kam ç'bëj. Jo, dëgjova pak më parë, po ndërkohë dhe në gjithë retorikën e opozitës dëgjoj këtë rotacionin. E përmend dhe ju pak më parë, nuk mund të jetë argument rotacioni, sepse njerëzit votojnë bazuar në vizion, bazuar në program, bazuar në arritje, bazuar në skuadër. Jo, nuk e përdorëm si argument, se përdorëm si traditë. E përdorës pak më parë, po e dëgjoj shpesh që rotacioni duhet ikë Partia Socialiste. Jo, si argument mund ta përdorim sa të doni ju, se nuk ka gjë më të shëndetshme në demokraci se sa rotacionet e brendshme
ikja e establishmenteve dhe plot elementir, po kemi vëndeve të bashkimit e normal, Grida, ku nuk ke përballë një parti të marrë peng, dhe ku nuk ke një njeri i cili përballë të ti. Delin, falenderoj, ke qenë në Top Story dhe herë tjetër. E vis, të falenderoj, ju uroj suksese në këtë fushat, sepse është hera e fundit që ju kam juve prezent sa i përket kësaj fushate elektorale, do kem opozitën nesër, pas hapësirës publicitare. Po, do ta ndiqni në digital, e keni nëse e keni në telefonat tuaj, ndiqeni kur shkoni rrugës pa makinat zyrtare, se ka rrezik t'ju ndjekim të shikojmë targat. Ne jemi në ndjekje të vazhdueshme, kështu që i respektojmë të gjitha rregullat. Mos e humni këtë logjik që ne ju ndjekim, ju na ndiqni. Pas hapësirës publicitare, Marion Sulon dhe Robert Rakiplarin, të dhënat e fundit të sondazhit prestigjioz me Klauglin për Tiranën, për Elbasanin dhe rangun kombëtar. Faleminderit gjithëve. Faleminderit.